Dekori i festave të fundvitit vjen të jetë ende prezent në qytetin e Vlorës, çka tregon një neglizhencë të sektorit të ndriçimit pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Vlorës. Shandanët të cilët shërbyen në festën e Krishtlindjes apo edhe në natën e ndrimit të viteve për t'i dhënë një pamje zbukuruese qytetit të Vlorës dhe sidomos Lungomares apo edhe zonës së Skelet vjen të qëndrojnë ende. Megjithatë, neglizhenca do të jetë një pasojë për sa i përket buxhetit të Bashkisë së Vlorës, e cila do të duhet sërish të tenderojë të tjera zbukurime për festat e tjera në vitet në vijim. Zbukurimet e festave të fundvitit vijojnë të jenë ende të pranishme në disa zona të qytetit të Vlorës, ndonse tashmë kanë kaluar disa muaj nga përfundimi i sezonit festiv. Në zonën e Lungomares, Vlorë, por edhe në lagjen Skel, një pjesë e dekorimeve nuk janë hequr ende nga vendet ku janë vendosur. Bëhet fjalë për rreth 40 shandan dekorativ, të cilët u instaluan gjatë festave të fundvitit përgjatë zonës në Skel dhe në shëtitoren e Lungomares, për t'i dhënë qytetit një atmosferë festive. Megjithatë, edhe pse sezoni festave ka përfunduar prej kohësh, këto zbukurime vijojnë të qëndrojnë në të njëjtat vende, duke ngritur pikpyetje për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Një situatë e tillë shihet po ashtu si shenjë neglizhence nga sektori i ndriçimit pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Vlorës. Përveç aspektit estetik që ndikon drejt për drejt në pamjen e qytetit, qëndrimi i gjatë i dekorimeve në ambiente të hapura mund të sjellë edhe dëmtimin e tyre. Kjo do të thotë se në vitet e ardhshme, nëse këto zbukurime dëmtohen, nuk mund të ripërdoren. Bashkia e Vlorës mund të detyrohet të tenderojë sërish për marrjen e materialeve të reja dekorative, duke kërkuar edhe fonde shtesë nga buxheti i saj. Nëse këto dekorime do të ishin hequr në kohën e dur e do të ruheshin në kushte të përshtatshme, ato mund të përdoreshin përsëri në sezonin e ardhshëm festiv. E për këtë arsye, situata jo vetëm që tregon mungesë kujdesi në administrim, por potencialisht mund të ndikojë edhe në rritjen e shpenzimeve për dekorimet e veçanta në vitet e ardhshme.